Atëherë, Marash vazhdojmë me orën e mësimit shqip. Mëso shqip në fol shqip nga Autoriteti i Mediave Audiovizive në Shqipëri. Kemi një bashkëpunim të ngushtë nga kryetarja e kësaj shoqate, apo që mund t'i themi kësaj institucion ku Autoriteti i Mediave Audiovizive zonja Armela Krasniqi na jep mundësinë për të zëvendësuar të gjitha shprehjet e huaja në radio, në televizione apo në shoqërinë tonë, të zëvendësojmë nga të huaja me ato shqip. Dhe sot kemi diçka tjetër i dashur mësues, Marashi. Po. Ora e mësimit fillojmë, ku këto shprehje që i përmenim tash të huaja nuk do t'i flisni nëpër media apo në radio apo në shoqëri. Do t'i zëvendësojmë me shqip. E para. Fjala e parë chemical. Chemical. Anglisht duhet mos aventu me fjalën kimik. Po, por chemical në fakt kam janë me kesh me pa që shë shkruajnë fjalën anglisht që shkruajnë që shë shkruajnë kimik. Chemical. Kimik, kemi. Dhe më tash se di. Jo, kimik. Chemical është që më thanë, në gjermanisht thuhet kemi, chemical. Kimik. Që thuhet në kemi. Po tash se di është korrekte ajo. Tash i kimik në Kosovë i thojnë këti këtu, ta qartësojmë pak. Kimik i thojnë stilolapsit. Nuk besoj që s'ka lidhje me stilolapsin. Jo, kemi është kemikalje, po. Kimik, po mor burre. Kimik, po e vërtet kimikale që tamam. Atëherë, shpreha e dytë që është e huaj, bravissimi, nëse përdoret media, bravissimi është shprehje italiane, nuk duhet përdorur italisht. Kështu që e zëvendësojmë me shkëlqyer. Ma mirë. Më mirë se sa shkëlqyer s'ka askund tjetër. Definitivisht, e keni dëgjuar që që është e konga, jam i trend definitivisht. Si është e konga? Po si është teksti, e kam harru, po definitivisht nuk është shqip. Zëvendësohet, definitivisti nuk është shqip. Hiqne definitivisht është në Kosovë shumë e shprehur kjo gjë, definitivisht. Heqne këtë fjalë përfundimisht. Jam i prisht definitivisht. E gjeta, jam i prisht definitivisht. Jo, definitivisht i bjen, përfundimisht. Jam i prisht përfundimisht. Përfundimisht është në gjuhën shqipe shumë e mirë. Kjo tjetra Marash. Research. Po. Research është me hulumtu. Po, me hulumtu, por në gjuhën shqipe research është kërkim apo kontroll. Po. Varet tash se çfarë kuptimi. Çfarë puni e duke bërë. Tentuar, pra tentuar nuk qenë nga shqip. Kam menduar që është shqip. Edhe unë e kisha besu. Tentuar, kemi tentuar, po tentojmë të bëjmë diçka, por nuk qenë nga shqip. Fjala tentim bjen nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, nuk është shqip. Pra zëvendësohet me përpjekur. Pa përpiqemi, të përpjekur ku diun, jo përputhen. Mos e ngatroni, përpjekur. Kjo është një fjalë që unë shpesh e përdori, kompetitiv. Kompetitiv. Kona gabim. Atëherë ti duhet të ndryshosh Mara. Me zëvendësu me konkurrues. Zëvendësoje me konkurrues sepse kompetitiv nuk është shqip. Konkurrues është shqip. Privoj. Atëherë, privoj që nga mohoj Marash. Unë privoj, do më thonë mohoj dhe nuk jap mundësi. Pra, privoj këtë gjë dikujt. Unë e privoj këtë për dika. Pra, nuk jap mundësi apo e mohoj. Alert. Anglisht, apet? Po, anglisht, po është alarm apo sinjalizim. Ku ka gjë më të mirë se sa shqip? Sinjal, sinjalizim, alarm janë në gjuhën shqipe. Booking. Booking, edhe kjo anglisht. Edhe booking, pra, a bone booking, a bone check-in, a bone check-out, pra janë të huaja në fakt këto. Po edhe booking i rezervimi është më i mirë se sa booking. Rezervim, pra rezervove, është diçka shumë e mirë e gjuhës shqipe, që pasha nonën sa në më të mirë se gjuhën shqipe s'ka. Po gallëzej, çfarë dëni bëni, ka dëni sjelluni, ç'është dëni përplasuni, po me shqip nuk ka gjigonda, fol shqip, mëso shqip, e jepi këtë mundësi për t'ju treguar se kush janë shprehjet e huaja dhe me i zëvendësu me ato shqip. Tash Marash Loç Kpula sonte e kena një Ço po kesh? Marash Loç Kpula. Po dhe Marash Loç Kpula, ja, jeti Marash Loç, ka jo. Loç, edhe ti e Loç. Te dua, bro. E kemi sonte një për urim. Për urim? Për urim të një muzike, një balade ritmike, çfarë është ajo balad? Ritmike. Një këngë për ritmike
që na vjen sonte kushtrim dobra. Është jo kobra, dobra. Mos e ngatroni se po e ngatroni kobrën me dobrën. E kemi sonte në Folk Shqipshow kushtrim dobra, një djalë që jeton prej shumë viteve në Zvicër. E kemi në bashkëpunim me këngëtaren Exona Adedaj. Një vajzë që jeton prej shumë viteve në Zvicër, se di sa vite po do i pyesim këtu. Përpara se me ftu, po e lëshojmë klipin e tyne. E lëshojmë? Loçk, foto me, si e ka titullin? Gjelozia. Gjelozi, kushtrimit dhe Exona. Pap.